thonë feminizmi, se na menojmë s'ka pas feminizm atëherë, po, ka pas. Ka pas. Po feminizmi rrugov dalon për feminizmet jashtë. Në Evropë për shembull, po prapa kun feminizëm, që kanë hek gjyshët e mia, edhe që sot hala hekin, që kanë bo ato që na me jetu jetën që jetojmë sot, edhe libri do t'jetë për këtë temë, do me thonë. Pas kemi hapësirë për një tane tjetër me të ftu Po, gjithçysh, na jena në kontakt. Të lutem. Gjithsesi e përmendë gjyshën dhe feminizmin edhe në libër me sa kam informacion, ka edhe një histori të bukur gjyshës tande, që të emocionon padyshim, me fotografi e shoqëruar gjithashtu. Kështu që edhe për gjithë shikuesit ky libër është i shkruar në gjuhë gjermane, por gjithashtu edhe i përkthyer, apo jo? Janë do poezi që janë të përkthyer, po shumica janë një gjuhë, se kjo e kallëzon kush jam une. Une jam edhe shqip, edhe gjermanisht, do njerëz më kuptojnë vetëm shqip, vetëm gjermanisht, për që ata e kom bo zgjidhje mos me përkthy të gjitha poezit, se kjo jam une. Edhe ata që duhen me kuptu, kanë me kuptu. Kanë me kuptu, shumë. Në këtë foto është gjysha jeme, të hungër Kolomoq, se poezia është për temen e Kolomoqin e Pejes. E kjo poezi është shqip që shihet edhe këto. Atëherë, më duket që kam të drejt me ta kërku me lexu poezinë e gjyshës. Okej, se këtë poezi asnjëherë s'e kam lexuar në televizor, është herë, por Kolomoqi i Pejes. Nëse një erë ma kujton fytyrën tënde moj nan, atëherë është era e Kolomoqit të pjekur. Nuk kaloj as edhe një ditë verë, që ty nuk erdha me të pa, se nduar fshehur azi kisha diçka. Dhe ti prej balkonit tënd me shije plot gaz dhe lumturi, se unë me Kolomoq të pështjellur nduar vija gjithmonë tek te. Prandaj kur me pyesin si e shuaj unë mallin për ty, i them që në korës të Pejes rri, aty ku Kolomoqi piqet mbi prosh, e zemra ime digjet si doshk. Sa herë që fytyra jote më vjen në mendje ikin pej, me të kërku me të përqafu, Kolomoqin e pështjellur me ta pru. Sot sa e rëzishme. Po më habit shumë fakti, sa bukur edhe rrjedhshëm dhe pastër e fletë gjuhën shqipe, duke marrë parasysh që e lind i rrit në Gjermani. Shumë faleminderit. Edhe vjen shumë rrallë në Kosovë, kështu që është për të duart të trokit. Shumë faleminderit, po ndina shumë e vlerësume ndaj teje që përthu këtë fakt. Faleminderit që ndajte me ne dhe më trego pak me të vërtet e kujton gjyshën kështu në anë të... Nuk ka ndodhë hiq asnjëherë, që kur jam dalun në pej në Korçë për shembull, edhe motra ime ka pas gjithë që të ndjenjet që e lam gjyshën vetë. Na ashtu kështu si na gati kur në Kosovë, e lam gjyshën vetë. E thash qysh, atë qysh me përpunuat ndjenjet që po të vjen marrë që pe len gjyshën vetë, unë ja bisha një Kolomoq të pështjellur. Se ajo gjithë ka lak mu, po me doj s'ka do shumë. Kështu që, unë temën e kom bo, jo marrë me Kolomoq në shpe. E kjo është historia jeme me gjyshën temë. Me nanën? Po. Edhe me nanën kom shumë poezia që përmbajnë tematikën e qishnona jeme, se baba jeme konë a njeri që e kalon Kosovën për më shku me punu. Po, kush nuk gjetët shumë në historia janë gratë. Se gratë nuk kanë shku në Gjermani shumë shpesh me punu. Ose kanë shkuar sidomos për të bashkuar në këtë rasme. Për të bashkuar familjarisht. Po që kanë bo nonat, luft më të madhe se sa veç burrat. Pse? Nashta nuk kanë punu jashtë, po kanë punu mrenda. Nona jem është arsyeja... Puna e cila s'është kreditu shpesh, nuk është njohë kreditu shpesh. Se nona jem është arsyeja pse unë e bëj këtë punë sot që shmoj me bo, se gjithë më ka thonë je e lirë, del, bën, këqër, shkon shkollë, shkon fakultet. Edhe më përgjithësi që jam veç unë, krejt që jina na jashtë, mune me thonë, nonat janë arsyeja pse e dim shqipen, nonat janë arsyeja pse na folim që shfolim, që na kena lidhje me venin tonë, e për që ata normal, zdi sa poezi kom dedikume për nonën teme.